Nga një gol për secilën skuadër në çdo pjesë të takimit, Flamurtari dhe Tirana ndalen në një barazim 1-1. Ndeshja e luajtur të dielën pasdite në stadiumin Flamurtarit të qytetit të Vlorës mes Flamurtarit dhe Tiranës nuk ka treguar fitues, ndërkohë që gjithçka është mbyllur në barazimin 1-1. Flamurtari ka luajtur më mirë pjesën e parë, duke arritur të shënojë edhe një gol në minutën e 37 me anë të Maksutit, ndërkohë që nga ana tjetër Tirana ka treguar diçka më mirë se Flamurtari në pjesën e dytë, duke arritur edhe të gjejë golin e barazimit me anë të Junior. Në fakt ka qenë një ndeshje e luftuar nga të dyja skuadrat, Flamurtari dhe Tirana, me ekipin vlonjat që luante në fushën e tij dhe natyrisht kërkonte padyshim fitoren. Në pjesën e parë vlonjatët prodhuan më shumë raste, ndërsa patën shumë mundësi për të realizuar veç golit të Maksutit edhe gola të tjerë. Megjithatë, në fund të 45 minutave të para, shifrat janë 1-0 për ekipin e Flamurtarit. Në 45 minutat e dyta Tirana luajti më mirë, ndërkohë që ka ardhur dhe goli i barazimit i realizuar nga braziliani Junior. Pas barazimit 1-1, tentativat e Flamurtarit nuk kanë munguar për të gjetur golin e avantazhit edhe për të marrë fitoren dhe 3 pikët shumë të rëndësishme në këtë takim, por gjithçka në fund të 90 minutave, edhe pas kohës shtesë të akorduar nga gjyqtari, kanë përfunduar në shifrat 1-1. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Francesco Moriero ka deklaruar se ky ishte një rezultat i drejtë, ndërkohë që vlonjatët kanë vuajtur edhe mungesat e shumta në këtë takim. Se non serve un pareggio, questo è normale. Na leverdis një barazim, kjo është normale. L'ultimo primo tempo, dopo durante la partita. Bëmë një pjesë të parë shumë të mirë. Bisogna dimenticare, non lo Gjatë ndeshjes na ran forca. tanti giocatori, abbiamo degli infortunati, gente Të themi që na mungojnë shumë lojtarë të dëmtuar, lojtarë që kanë ardhur dje ndar nga kombëtarja. Nuk humbëm, ne deshim të fitoren, nuk ja dolëm, vazhdojmë përpara. non ci siamo riusciti, però andiamo avanti. Sono calate le forze perché Todorowsky comunque era tanto che non si allenava. Ran forcat, sepse Todorowsky kishte kohë që nuk stërvitej dhe nuk loste. Traci veniva anche da un infortunio, Diawara comunque sia e Morata un pochettino sono calati. Trashi vinte në i dëmtim, Morata dhe Diawara ran pak fizikisht. Quindi ho deciso comunque di mettere dei giocatori per cercare anche di non perdere assolutamente, perché era ridicolo perdere oggi. Vendosa të fusej disa lojtarë që nuk desha të humbisja, se do ishte qesharake, po të humbisim sot. Però andiamo avanti, Vazhdojmë përpara, il campionato è ancora lungo, kampionati është akoma i la gjatë. squadra sta crescendo, dobbiamo migliorare. Ekipi Adesso po rritet, bisogna duhet fare përmirësojmë, atëherë duhet të bëjmë pikë. Forza la squadra. Projekti është për të punuar, të forcojmë ekipin në janar. Chiederà al presidente di rinforzare la squadra No, perché chiederò, si vede che parlerò. manca un attaccante. No, assolutamente, abbiamo un programma, adesso dobbiamo arrivare a gennaio, però Kemi një program, tani do të vemi në janar. è normale che tutti volevamo la vittoria, i ragazzi hanno cercato di dimostrarla, poi Është e qartë që të gjithë deshin fitoren, lojtarët u përpoqen ta alla tregonin, po fine avevamo anche poche sostituzioni, në fund kishim dhe pak nderime. avevamo poche soluzioni anche nelle sostituzioni. Dhe në nderime kishim pak nderime. Edhe trajneri i Tiranës Ardian Nuiu ka theksuar se barazimi ishte rezultati më i drejtë i arritur nga të dyja skuadrat në këtë përballje. Në fakt ishte e rëndësishme për skuadrën mos të humbim, sepse normalisht skuadra ka qenë ngarkuar në aspektin psikologjik. Më pëlqej skuadra mënyrën se si luftoi ndeshjen, më pëlqej karakteri i tyre që nuk u dorëzuan në asnjë moment. Mendoj që rezultati i drejtë për shkak që edhe kundërshtari kishte rastet e veta, por gjithashtu edhe ne pjesën e parë, domethënë krijuam raste, por nuk arritëm të realizojmë. Pozita me dhe vështirësi. Pa diskutim, kjo pikë besoj që në aspektin psikologjik ngrit grupin, ngrit skuadrën. Neve na ngelet të punojmë, të shohim përpara. Personalisht sot më ka kënaqur skuadra, mënyrën si ka treguar grind, theksova edhe më herët karakteri i tyre, lufta, besoj që në këtë formë do të përmirësohemi edhe më tepër. Flamurtari takimin e radhës tashmë do ta luajë sërish në Vlorë, të shtunën e 29 nëntorit, ku do të pres ekipin e Vorës. Ndërkohë, për sa i përket kampionatit shqiptar në kategorinë e dytë, ekipi i Orikumit ka vijuar serinë e rezultateve pozitive, ndërsa të dielën kanë posur me shifrat 4-0 ekipin e Shkumbinit në fushën sportive të Orikumit, një ndeshje e cila është dominuar krejtësisht nga ekipi vendas i Orikut, me 4 gola të shënuara që në pjesën e parë, ndërkohë që në pjesën e dytë ekipi vendas ka administruar rezultatin edhe ndeshjen, duke marrë kështu 3 pikë mjaft të rëndësishme dhe duke vijuar kryesimin në vendin e parë në grupin B të kategorisë së dytë, me synim ngjitjen një kategori më lartë për sezonin e ardhshëm.